Përmbytjet, të cilat për fat e kanë mbajtur me hatër qeverisjen e Edi Ramës në 12 vite, janë një rast i mirë për të na kujtuar nevojën e një politike afatgjatë shtetërore për të ringritur një sistem të sigurt të mbrojtjes së tokës në Shqipëri. Studimet mbi humbjen e tokës nga erozioni tregojnë se Shqipëria ka një normë të lartë mesatare të humbjes së tokës, rreth 20-30 ton për hektar në vit. Dhe në disa zona të pjerta, kjo shifër mund të arrijë edhe mbi 100 ton për hektar në vit, në kushte ekstreme. E gjithë kjo ka nevojë për një vëmendje shtetërore me politika afatgjata, pasi investimi në të gjithë sistemin dhe jo në segmente të caktuara sipas fuqisë lobuese të zonave të veçanta apo deputetëve më të fuqishëm politikisht është pjesë e sigurisë kombëtare. Politikat afatgjata janë të vetmet që e garantojnë atë. Për këtë arsye, përmbytjet si kjo e tanishmja janë një kujtesë e mirë për atë që duhet të bëjë shteti dhe qeveritë në një të ardhme sa më të avërt. Investimi për mbrojtjen e tokës dhe dhënia funde kaosit urban, ndërtimi në tokë buke, ndotja e mjedisit dhe shkatrimi i kanaleve është urgjent.